Kategoria e dytë e futbollit shqiptar, grupi A, zhvilloi pasditën e së shtunës ndeshjet e javës së 18. Një javë pas suksesshme për Tërbunin dhe Basanian, dy ekipe që edhe pse luajtën në fushat e tyre i humbën ndeshjet përkatëse. Ndërkohë Veleqiku, i drejtuar nga trajneri Besnik Duli, arriti të fitojë duke mundur naftëtarin e Kuqovës me rezultatin 2-1. Një sfidë shumë luftarak ishte ajo në Bushat, mes ekipit vendas Basania dhe Beslidhjes Mysafire. Pjesa e parë përfundoi me avantazhin 1-0 për Basanin fal një goli mjeshtëror të Floris Pahis. Megjithatë, në pjesën e dytë lezhjanët përmbysën rezultatin duke shënuar 2 herë me David Markun, i pari me penalti në minutën e 71 dhe i dyti në minutën e 88, duke mbyllur takimin me rezultatin 1-2 për Beslidhjen. Pas ndeshjes, trajneri Basanias Erion Mani, i cili shlyu dënimin prej 4 javësh nga Komisioni i Disiplinës, e pranoi situatën e vështirë të skuadrës së tij pas 2 humbjeve radhazi. Është vështirë ta drejtosh ekipin nga jashtë, por lojtarët nuk po mund t'japin maksimumin ashtu siç i kërkojnë çdo seancë. Pjesa e parë ishte një pjesë e mirë, pjesa e dytë pastaj ishte një tablo tjetër me pjesën e parë. Kundërshtari shfrytëzoi atë pak rastësisht, mori 3 pikë. Besoj se kundërshtari kishte më dëshirë me fitu lojën sot. Kundërshtari kishte hyrë fushë me më dëshirë me fitu lojën. Neve na duhen pikët, por të shohim në çdo rast, fitojmë në çdo rast. Në përgjithësi, duke pa dhe si shkoi rezultati i pjesës parë, në përgjithësi do të ndjem të pjesën e dytë luftuan edhe e kthyn rezultatin e ndeshjes dhe morëm atë që kërkonim nga këtë transfer. Tani duke parë dhe zhvillimet e fundit, domethënë ekipi Beslidhjes, objektivi më minimal që ka për këtë sezon është të paktën të kapi peshën për në play-out, sepse duke parë edhe lojtarët janë shumë të rinj në moshë, nuk kanë kështu dhe objektivi është parsor që këta lojtarë të rriten dhe për vitin tjetër Beslidhja të jetë një ndër ekipet kryesore për të synuar kategorinë e parë. Sa i përket humbjes së Tërbunit në shtëpi ndaj Sopotit 1-3, pozicioni i tij në tabelë nuk ndryshon, duke mbajtur vendin e 4 me 31 pikë.